Janë të pakta ata të cilën betejën e jetës së tyre nuk e kanë vetëm për të bërë historinë personale, por paralelisht do duhet të luftojnë për të qenë në lartësinë e një tradite familjare, për të shënjuar individualisht, por edhe për të lënë pas një trashëgimi sportive. Për mbledhës, ky mund të jetë identikiti i një prej emrave më të spikatur të futbollit ton, veçmas atij të Tiranës si Sulejman Mema. Profesor Sulmema, kënaqësi që jeni me mua në Studio Sport në këtë rrëfim të veçantë për karrierën tuaj. Nëse sporti në ato vite për gjithë ka qenë zgjedhje, për ju ka qenë në një farë mënyre detyrim për caktim. Jo, faleminderit ju Vilma që vinim kujtoni me fjalë këto raste që për mua shumë emocionuese. Detyrim ka qenë, po edhe pasion ka qenë, sepse ne jemi rrit me një lagje, me një rrugicë që është nga ato më të famshme të rrugës Kavajës. Një rrugicë që plot me sportistë të llojeve të ndryshme, po mbi të gjithë ishin futbollit ato që ishin paktën kryesorët, futbollistë që me të vërtet bën emër në atë karrierë futbollistike. Si ishte një ditë futbolli në familjen Mema në vitet 60? Shiko, jetoj, të gjithë ishin të emocionum, i majmen që veçlimi fjalë pak të moshën time, që i 5-6 vjeç, kur lunë të Tirana me fjalë në atë kohë, si lutet dhe Partizani, sepse ne ishim edhe Tirana, më shumë Tirana, pastaj Partizani me ato detyrimet ushtarake që kishte Osmani, Aliu dhe Osmani, si që ishte edhe përpara me fjalë i matë, që ishte edhe në urdhër të ushtrisë për të shkuar tek Partizani, kështu ka funksionuar në atë kohë. Po them që jemi ndjerë mirë, sidomos me fjalë me Tiranën, sepse aty e kemi dash dhe aty kena bë mirë me fjalë. Mendoj që kemi bë mirë, që kemi shkuar në ato nivele që njerëzit, përgjithësi tifozliku i Tiranës, e ka marrë mend për mirë me fjalë paktën atë familjen Arbana Mema, që i kontriboi shumë për sportin. Mes shumë familjarëve që luajtën në nivelet larta në futbollin ton, nostalgjikët me shumë të drejtë kujtojnë Ali Memën, edhe absolutisht një prej emrave më kontribuese më të mirë të atyre viteve. Ju si fëmijë, si do ta përkufizoni rolin e tij në karrierën tuaj të mëpasshme? Shiko, për mua ka qenë një lider i vërtet, edhe kur kam qenë i vogël që e kam ndjek, edhe me mënyra si ka luajtur futboll, ka qenë lider për e gjithë skuadrën, një njeri me karakter të jashtëzakonshëm, njeri me cilësi, mi fjalë, të jashtëzakonshme tekniko-taktike, një futbollist, mi fjalë, konsekuent, me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, njeri që po ta shikosh tek Tirana ka shënuar gola pa fund, edhe kanë qenë dhe gola shumë deciziv, mi fjalë, për të marrë të fitoret e kampionatit, kupave, gjithmonë Aliu ka qenë protagonist. Po mos harroni, aty nuk ka qenë vetëm Aliu, se ka qenë dhe Osmani, edhe i futbollist me vlera. Me vlera luajti më shumë. Në atë periudhë ka luajtur me Partizanin, kanë qenë të dy kundërshtar. Në atë kohë jetoi me shumë nostalgji edhe tek ne, sidomos pleqt me fjalë gjyshi dhe gjyshja jonë, ose tërgjyshja jonë që ishin aty. Kërkoni që të dy djemt luanin mirë, po para atyre çunave ka qenë dhe Haxhi Arbona, që ishte lojtari i Partizanit, lojtari i Tiranës edhe trajneri i Tiranës me të gjithë ekipet zinxhir, sepse ishte traditë te kjo familje që të shkonin me fjalë brez pas brezi për të ndjek me këto futbollista, për t'i ushtruar ato dhe për t'i edukuar në rregull. E bëra këtë pyetje për traditën tuaj familjare, sigurisht për të na përcjell atë lloj ndjesie të atij ambienti bardhë blu. Krahasuar edhe me atë periudhë dhe me periudhën që keni luajtur ju, cili është ai tipar dallues në ambientin bardhë blu? Shiko, unë mendoj që ka qenë korrektësia dhe ndershmëria, ka qenë një karakteri shumë i fortë me fjalë që kishin këto futbollistët e Tiranës, sepse edukoheshin në atë formë dhe në atë mënyrë, atë edukat na jepshin parët ton, prindrit ton, duke filluar tek gjyshrit, ke baballarët, ke nona, ke edhe të gjithë të tjerë pjesëtarët e familjes. Me fjalë aty zjente çdo gjë, me zjente mas çdo ndeshje ose para çdo ndeshje, gjithmonë me fjalë ka qenë me fjalë një atmosferë shumë e këndshme. Atmosferë shumë e këndshme sepse kujtoj edhe lojtarët e tjerë kur shkonin për të luajtur në stadiumin Dinamo në atë kohë që luante Tirana, futbollistët e tjerë të gjithë grumbulloheshin ke shtëpia e Mustafa Arbonës, ke shtëpia Ali Memës, Osman Memës. Në atë kohë me bicikleta kena pas shkuar në stadium, edhe lenin bicikletat aty dhe shkonin me fjalë në stadium, me fjalë këmbë, sepse duke qenë se e kishim afër dhe stadiumin
Dinamo. Aty kanë qenë me fjalë një lagje njerëz pak që janë eduku me një frymë të jashtëzakonshme, ndreshmërie dhe korrektësie. Sa e ka ndihmuar Sulejman Memën eksperienca të një klub që bëri bujnë ato vite, në vitet 70, e kam fjalën këtu të Shkëndia përpara kalimit të Tirana? Shiko, unë kam qenë i privilegjuar të paktën me emrin e familjes, edhe këtë ndjej me të vërtet, sepse ndoshta ky privilegj që kisha nga të parët e mi, ka bërë të mundur që mipshin edhe dorën për të shkuar në shkollën mjeshtri sportive, që unë gjithmonë me fjalë e kujtoj me nostalgji, një shkollë që programet e kishte shumë të mira, programe që ishte një investim i mirë, të paktën për mua, se 2 vitet e para kam qenë një fëmijë, si themon të një ri, si sapo kishte filluar sportin, me parametra jo të mirë fizik, po të paktën kontributi që i dhanë, programet që kishte shkolla, bën të mundur që unë të rris nivelin, dhe shumë shpejt me fjalë bëjmë pjesë e ekipit kombëtar, e ekipit të trive të Shkëndisë, për të fituar edhe 2 kampionate rresht, kampionatet e U19 dhe trive që ishte në atë kohë, në vitin 73 dhe vitin 74. Për të qenë pjesë edhe ekipit kombëtar të trive që në atë kohë me fjalë zgjedhin shumë nga Shkëndia, sepse vinin nga gjithë Shqipëria elementet më të mirë për të krijuar një shkollë që për mua me fjalë ka patur vlerat e jashtëzakonshme. Sa e keni shijuar rikthimin e Tiranës tek titulli kampion në vitin 1982 pas një periudhe të gjatë pritje edhe vuajtjesh në ambientin Bardhë? Shumë, sepse në atë kohë kishte kohë me fjalë që Tirana edhe pat disa sulme nga klubet kryesore me fjalë kryeqytetit, si Dinamo dhe Partizani, për të eliminuar me fjalë Tiranën, po them që tradita që kishte, kualiteti që kishin këto element që kishte Tirana në atë kohë, futbollistat me emër të jashtëzakonshëm dhe karakter që e theksoj dhe herë tjetër, me karakterin që ato kishin, kanë arrit me fjalë kjo skuadër e jona që parafërsisht afrohej me kualitetet që kishte skuadra në atë kohë, skuadra nga vitet 60 dhe në vitet 65 edhe 70, ku luanin Memat, Bylyku, Frashëri, Xhaçka, Ishka, me Shok Bytyqi dhe shumë të tjerë, Halili, janë të shumë me fjalë që duhet i numëroj këto, se e kam parë që kjo skuadër e 82-shit arriti për të krijuar një harmoni të jashtëzakonshme, harmoni brenda skuadrës, por edhe me cilësi të këtyre futbollistëve që unë nuk i harroj kurrë, edhe ai viti 82-shit ka qenë një vit i mrekullueshëm që i shtroi të paktën shinat për të ecë edhe përpara. Tirana juaj në ato vite bëri një cikël fitues, në atë periudhë kur rivaliteti absolutisht ishte maksimal. Cili ishte sekreti asaj skuadre? Shikoj, mendoj që sekreti ka qenë sepse ishin të gjithë karakteristikat që kishin këto djemë që ishin vinin mi fjalë nga traditat ose mund të them nga fushat e kontributit që ato i jepshin në për akademitë e klubeve. Klubi i Tiranës ka pas akademitë të jashtëzakonshme, kanë pas edhe trener shumë pasionuar. Duke filluar tek Demneri edhe tek të tjerët Arbana dhe Bulku, Rada edhe të tjerët që unë i kam arrit mi fjalë që na stërvisin. Mendoj që kjo ka qenë familiaritet i mirë, një familiaritet që ndikoi te grupi, se shumë e rëndësishme në futboll. Përveç elementeve kryesorë që ti mund të kesh me cilësitë e tua, mendoj që është edhe grupi, një grup i futbollistëve që u përshtatën mirë njëri me tjetrin, edhe meritat ishte edhe trajnerit që vunë me fjalë ndukje këto cilësit mira këtyre futbollistëve për të harmonizuar veprimet. Se një skuadër nëse nuk është harmonike, nëse nuk jeton si një familje, do ta kishte shumë të vështirë. Ka shi kundërshtarëve të fortë që ne kishim përballë. Po. Një kulmi i Tiranës së atyre viteve normalisht ishin rezultatet e bujshme në arenën ndërkombëtare. Kë nga ato prezantime Mema kujton si më të bukurin? Shikoj, mendoj Dinamo Bukureshti është shumë i bukur. Edhe prezantimet e tjera, sepse ka të bëjë me kualifikimin. Edhe në ato vitet 82 një kualifikimi ishte me Linfieldin në Belfast, ku skuadra jon ka vojtur shumë me fjalë për të kualifikuar. Në përgjithësi Kupat e Ballkanit që skuadra jon i ka bërë mirë, me ekipe të forta, në atë kohë Kupa e Ballkanit ka qenë me rivalitet. E them që do të vinte mirë sikur kthej ajo traditë e Kupës Ballkanit, sepse duke luajtur ndërmjet njëri tjetrit tu evidentohen edhe shumë nga futbollistët, duke u ndeshur me këto skuadra që ne kemi afër, edhe për të parë me fjalë diferencën që kanë futbollistët tanë. Ka qenë gjë pozitive, sidomos në atë periudhë, ndeshjet që ne kemi patur përveç aktivitetit ndërkombëtar, se ne kemi patur pak aktivitet ndërkombëtar, më shumë ka qenë aktiviteti kombëtar. Aktiviteti kombëtar këtu ka pasur skuadra shumë të mira. Mendoj që
trajnerët tonë atë periudhë duhet kishin detyrime akoma më të mëdha ka shik këtyre futbollistëve që i them që cilësia ka qenë, por niveli i stërvitis nuk ka qenë ato nivele që kanë qenë futbollistët tonë. Në gjitha ato vite protagonist absolute dhe i padiskutueshëm, ndërsa me kombëtarën vetëm një përfaqësim. A mendonit se meritoni diçka më tepër? Unë mendoj që po, me fjalë. Po e them tash me ju, mund të ndra pak në qafë, po në atë periudhë me fjalë, them që do të më kishin dhënë dorë më shumë. Por kanë qenë 2 klubet kryesore që kanë qenë atë kohë. 3 klube, mund të fuse dhe Vllaznia, Partizani dhe Dinamo. Këto një ndeshje luajmë kundër ekipit kombëtar, do shkonim në Vjenë. Ekipi kombëtar bëjmë ndeshje me kombëtarën në stadium Dinamo. Tirana me kombëtarën. Ndeshja përfundoi 3-0 për Tiranën. Atë dite, edhe direkt me fjalë, tash urdhrat vishin nga ato që drejtonin sportit në atë periudhë. Hiqi këto që janë këtu dhe futo 5 tjerët. 5 tjerët ishin futbollistët e Tiranës ato që shkuan. Largimi nga futbolli i luajtur për ju nuk ka qenë i natyrshëm. A jeni penduar ndoshta që u larguat një periudhë ku kishit ende shumë për të dhënë? Edhe më ka shumë keq në atë periudhë, sepse jam larguar, nuk e di nga një mlef që ndodhi atë ndeshje, edhe nga sjellja e mirë edhe e trajnerit në atë periudhë Kashimeje, duke më aktivizuar nga pak, duke ditur në atë kohë ka qenë një mentalitet, Vilma, që kur martoheshe, fjalë trajnerit shifte një sy, me fjalë jo të mirë, sado që unë kur isha në lojë, me fjalë do të realizosh edhe gola, determinant për klubin që unë lusha për Tiranën. Kam gabuar, sepse jam larguar me ndeshje me Partizanin, ndeshje 1-1, në stadium Dinamo, ku portieri ishte Gens Tomori, rastet pa fund nga ana jonë, edhe aty jam larguar, i kam thënë mirë Eliosës, hajde, t'jap fanellën edhe kes shkallët tek aneksi stadiumi Dinamo, hoqja fanellën ja dhash edhe çoja, ne me i fanellë kishim në atë kohë që të luanim. Jam bë pishman ndoshta edhe se më kanë kërku për të shku për të luajtur, në atë kohë më kërkoi edhe Partizani për të luajtur, por thash le tash jam angazhimet familjare janë më të rëndësishme se ndoshta futbolli. Sado që futbolli për mua ka privilegju shumë nga shumë gjëra të tjera Vilma. Për rolin dhe personalitetin që ju kishit në fush, kalimit e roli i trajnerit absolutisht që ishte i natyrshëm. Sa keni shijuar ju këtë profesion? Shiko, mendoj që në atë kohë kanë menduar të paktën edhe për perspektiven, duke ditë që unë mbarova shkollën e lartë, mbarova kursin e trajnerëve, edhe drejtuesit e sportit pranë komitetit ekzekutiv në atë kohë, kërkuan që unë të isha inspektori i klubit futbollit Tirana. Duke parë diçka që ndoshta edhe ky duke qenë i ri që mendoj ndryshe nga trajnerët që kishin qenë. Edhe them që më ka avantazhuar shumë për të qenë me fjalë shumë afër futbollit. Këtu jam stërvitim, këtu ku jemi ne tani kam qenë trajneri i Tiranës këtu ku ne po flasim. Me të rit, gati 5 vite kam qëndruar tek të rit e Tiranës, 5 vite, po në ato periudhë me kanë dalë futbollista shumë të mirë, që ndoshta edhe ju i keni intervistuar dhe janë shënues të ekipeve kombëtare, që janë stërvitur në këtë fushë. Vija ka qenë sport i sakrificës në atë periudhë. Duke qenë sport i sakrificës, po gjithmonë karakterin e kam pas fort, edhe gjithmonë jam marrë me ato futbollistë, edhe një që mund të ishte problematik, me fjalë, shtrëngo dhe lëro për të qenë me fjalë për të marrë maksimumin e mundshëm atyre futbollistëve. Për fat e keq, ju rolin e trajnerit e bët në një periudhë tranzicioni edhe të vështirë në fakt, nga vera e vitit 1995 deri në maj të 2008. Megjithatë, fiksoi disa kapituj të shkurtër dhe 8 trofe të fituar, absolutisht. A jeni kënaqur me atë që keni arritur apo ndoshta po t'ishit më i duruar në një farë mënyrë dhe të kishit bërë edhe shumë më tepër? Shiko, unë gjithmonë me fjalë kam qenë i trysnuar nga një rezultat i keq me fjalë, se nuk e duroja dot me fjalë që të edhe fjalët normalisht më kanë penguar gjithmonë, po duhet të qenë më i fortë në karakter për t'i përballë me fjalë me ato njerëz që normalisht ishin dashakeqës, Kashimeja dhe Kashi ekipit që unë drejtoja, po gjithmonë i kam toleruar, më mirë kam shmangur veten time për t'u larguar, për të qëndruar pranë familjes. Edhe pranë shoqënisë që ishte shumë e rëndësishme. Ju absolutisht që jeni një emër që ka lënë gjurmë në futbollin shqiptar i padiskutueshëm, por edhe një njerëz shumë i dashur. A jeni penduar që ju e lat rolin e trajnerit ndoshta në kulmin e pjekurisë së trajnerit? Shiko, do kisha mundësi për të dhënë edhe akoma më shumë për punën e trajnerit, por nis nga situatat, ndryshimet që erdhën në Shqipëri, problemi i ardhjes presidentëve,
ndryshimet, unë i kam kaluar atë periudhë, me fjallë kam qenë, me fjallë gjithmonë aktivitet, nuk e kam dirë vetën mirë, sepse në qoftë se do të adhunosh një trajner, dhunoje duke i kërkuar llogari vend edhe pa vend, duke i kërkuar llogari edhe për i zëvendësim që duhet bësh, llogari që normalisht me fjalë unë nuk e durova dhe jam larguar për të qenë me fjalë i lirë. E fundit për këtë kapitull, sa zjati nati i familjes tuaj për tradhtit që bët duke shkuar te Partizani? Shumë pak kohë, sado që nuk e përtypën mirë, po shumica unë jam konsultuar paktën me njerëzit e mi, me shokët e mi, për atë iniciativë që mora, them që jam treguar jam emancipum që kam shkuar atje. Edhe gjithmonë e kam theksuar që atje më kam prit mirë dhe më kanë dash paktën për periudhën që kam dëmtuar. Okej. Me aq shumë futboll sa ka parë Mema, cili është futbollisti më i mirë shqiptar i gjitha kohërave, në syrin tuaj sigurisht? Shiko, unë do vlerësoja, gjithmonë kam thënë Ali Mema, kam thënë Arben Minga, të gjithë futbollistët paktën në atë periudhës time kanë luajtur futboll të mirë, po pa harruar edhe pjesën tjetër, nuk harroj Sababizin nga mënyra se ka luajtur futboll. Ka qenë shumë edhe i dashur në fushë, ai nuk jeton më. E kam djegë që në kohën e Paramet Panos edhe gjithë të tjerët me fjalë, po të paktën këto futbollistë them që unë i kam dashur me fjalë Ilyas Çeçon, që ke Dinamo ka qenë shumë i hollë dhe shumë fin nga mënyra si ka luajtur futboll. Edhe pjesa tjetër, gjithë brezi im, Vilma, duhet të kesh gjë parasysh. Cilësitë e brezit tim të futbollistëve të kujdo klubi që kanë qenë në Shqipëri, se janë shumë për t'i përmend, them që kanë qenë cilësi të mira. Ne kena pas defektin, e theksova dhe njërë përpara, ndoshta ke drejtuesit, ato që na kanë drejtuar ke trajnerët, sepse nuk kanë pas një uritë e dura. Edhe po të tregoj një rast, që ndoshta nëse të pëlqen për ta thënë, Mema duhet dilni të demonstroni çka keni bërë për këto problemin e përgatitjes. Edhe dalë, nuk ka rëndësi se të thonë seminaret në këto. Edhe demonstroj dhe unë çka kishim bërë këtu në Shqipëri. Mema sa më shpejt në roni, thotë se jeni shumë vonë me film. Edhe vi këtu, edhe i them që u merte me përgatitit atletike, fizike. I them, daje, po si t'ja bëjmë daj, se këto ushtrime ne keni bo gabim, gjatë gjithë kohës. Mu ka dhënë një përgjigje që normalisht më goditi nga ana. Po, më sulë, më thamë, po ne këto këtë literaturë kena pas. Futeni ju të rritë këtë, edhe me vërtet ishte ashtu. Futbolistët cilësor ka patur shumë, dhe Shqipëria do kështë hecë akoma më tepër përpara, nëse do të qenë shumë më tepër të kualifikuar trajnerët tonë, edhe pse kanë qenë trajnerë shumë të mirë për kohën që ne kemi kalu. Po futbollisti më i mirë i huaj? Shikon, gjithmonë kam qenë për Platinin, se më pëlqente nga mënyra si luante shumë i hollë, po unë them që për të veç që janë pa fund futbollistët, them që Messi për mu gjithmonë e kam pa me nostalgji dhe kujtoj me nostalgji atë që ka bërë për futbollin botëror. Trajnerin të cilin Memon e ka frymzuar dhe që e vlerëson si më të mirin? Shiko, janë shumë në fjalë, them që trajnerët ato që kanë kaluar edhe kur kam qenë i vogël, i ri, po të paktën unë mendoj që unë kam patur gjatë gjithë kohës edhe trajnerët dhe zëvendës trajner kam pas Ali Memën. Si e shihni këtë brez të lojtarëve të kombëtares? Cilin vlerësoni më shumë? Kush spikat? Kush ju pëlqen? Shiko, mbi të gjitha, unë nga ana njerëzore më pëlqen Gjimshiti edhe nga mënyra si luan. Pavarësisht se kombëtari jon ka shumë lojtarë cilësor, shumë lojtarë të mirë. Lojtarë që po ta shikosh me fjalë nga ndeshjet, po kujtojmë ato që të kalumet, se nuk di tani fillon ndeshja e Anglisë. Shpresoj të jenë mirë të paktën të shëndetshëm nga ana, sepse Anglia dihet që është skuadër me kualitet. Ka shumë futbollistë të mirë, shumë me të vërtet mirë, po mbi të gjitha ndoj vlerësor edhe për njerëzitlikun, edhe për kontributin që jep Gjimshiti. Çfarë mesazhi ka sul Mema për brezin e ri të futbollistëve? Shiko, ka ndryshuar shumë gjëra, Vilma. Mesazhi im është që vetëm të stërviten, sepse vetëm në bërin vetë stërvitjes ato do arrisin ato. Gjithmonë bisedoj me prindër që i kanë aktivitet fëmijët, edhe kërkojnë gjejnë menaxhere, që mu nuk më pëlqen puna e menaxherit, sepse më duket vetë si mashtrues po të merren me fëmijë për ta menaxhuar dhe për t'i treguar që duhet bësh këtë. Unë mund ta stërvis në rregull, po këtu nuk i dihet si ndodh situatat tek ne. Dhe kërkojmë për ta larguar sa më shpejt. Edhe i them, mos i largoni kaq shpejt se do të jetë shumë e vështirë për të përballë me realitetin që ka bota me futbollin që po luan tani. I dërgojnë edhe
kthehen shumë shpejt me fjalë për të mos arrit me fjalë atë qëllim që kanë. Këto tri tani për mua i kanë kushtet për të luajtur me këto klubet që kanë kualitet në investimet që kanë bërë, dhe mbi të gjitha do të thoja nëse ka infrastrukturë të jashtëzakonshme, për mua ka klubi Tiranës, ka 4 fushë atje në qytetin Zonzë. Sigur të rregulloj problemin e trajningut me trenerët që ka shumë shpejt me fjalë e ka të veten për të qenë ato element për të pas nesër pjesë të ekipit të rritur. Kalojmë pak tek familja juaj, po kam fjalën për familjen tuaj të vogël, krahasuar me emrin e madh. Kam fjalën për bashortën tuaj Elen dhe për 2 vajzat. Sa suportuese dhe sa ndikuese kanë qenë ato gjatë gjithë karrierës suaj? Shumë, biles më kanë mbështetur gjatë gjithë kohës, po edhe në këshillim që mund të më jepte, edhe pse unë nuk i kam dhuruar shumë këshillat e grave. Ndoshta mund të kemi pas përplasje të vogla që mbrapa, ndoshta bëhesh pishman. Po edhe gocat kur kanë pa që u kanë luajtur futboll, kanë pa një rast duke luajtur aty në fushë. Ti je ky Obam, kanë thënë. Po çfarë ti bosh ne s'kemi as lloj filmimi. Cila nga vajzat ju ka parë më shumë, ju ka ndjekur më shumë, Herta apo Lidia? Herta, se Lidia është e vogël. A ju kanë dhënë ato, le të themi, një këshill, një mendim në kohën që ju keni qenë trajner? Këshilla që normalisht unë nuk i kam, ndoshta i kam dëgjuar dhe jam shqetësuar, kam pas shqetësim nga këshillat që më kanë dhënë. Po mrapa kam reaguar dhe them që kam bërë mirë që mi kanë dhënë atë. Unë dua di për sigurisht edhe ata që na ndjekin, çfarë bën Sulejman Mema? Si është një ditë e tij tani në një farë mënyre larg futbollit, sigurisht atij të luajturit, edhe të gjithë pozicionave që keni pasur më vonë. Shikoj, më duket ditë, unë e mbush ditën, do ta mbush, zgjohem më vonë se herët e tjera. Më tepër e kaloj me shoqërinë, aty ku kam shoqëri nga Tirana, me rrallë me futbollistët me ato që kam luajtur, po me shoqërinë time që kam patur me kohë, ku mund gjej Tiranca më shumë se ke Pazari i Ri Vilna. E kaloj kohën masdite me kalamajt e vegjël, me po, se jeni dhe gjysh, normalisht. Zaharën edhe Akselin. Them që kështu kalon dita, edhe duke ndjek ndeshjet, jo për të shkuar fizikisht në stadium. Nga televizori, sa futboll ndiqni sot? Nga mjesi deri kur të mëzej gjumi. Të gjitha ndeshjet i shikoj, se i ka mundësit për t'i pa. Profesor, ishte vërtet kënaqësi që ishit pjesë e kësaj interviste edhe të këtij rrëfimi, absolutisht për ata të cilët ju kanë njohur dhe që do ju njohin nëpërmjet saj. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit Vilma.